Shëndryti duhet falenderojnë ata testar të stafit, ata 25 veta që ka patur avokati popullit që u bashkuan me mua dhe që për 10 vite arritën të jo vetëm ta themelojnë, por dhe ta konsolidojnë institucionin avokatit popullit me një ato vështirësi të marrë një institucion pa asnjë godin, selin, pa staf, pa buxhet, pa përbojë me gjitha, dhe tanish të kesh qëtë vitë të parë dhe suksese nga cilët për modesti mund të dekeshtojnë në mënyrën më të mundshme e fillim që edhe të japë disa gjëri, sepse vitet kalojnë, historia do të shkruhet dhe të ngelet. Ka vend shumë dhe ka të dokumentacione si që pa fali, që pa dhe djetë ato paraqitje që u bë, që të regojnë aktivitetin e ombudsmanit shqiptar për fushën e promovimit dhe të mbrojtjes së drejtave të njerëzit në Shqipëri, një fushë që ka qenë para pa njohur para vitit 90, por që arritën që mas vitit 2000 me vitin institucionit të avokatit të popullit ne të barazonin paktën në fushën e ombudsmanëve duke u bërë kolegë dinjitos për jetët e ombudsmanëve si antarë të drejtave. Në kushtetutën tonë, institucioni i ombudsmanit është shkruajtur avokati i popullit të tillë advokat dhe dihet që zgjedhet nga Parlamenti Shqiptar, 3/5 e deputetëve, që është tash nga një vetë institucion që zgjidhet deri në fund me 3/5 e deputetëve dhe kushtetuta kjo është shumë e rëndësishme shqiptare në 98 me gjithë ndryshimet që ka bërë, ka arritur që në 5 nene të saj të përcaktojë çfarë është institucioni, pra kompetencat e avokatit të popullit, se si zgjidhet mbrojtja e pikaj për të ruajtur pavarësinë e institucionit, kompetencat e tij të ushtrim jo vetëm në fushën administratës, por në gjitha institucionet në Shqipëri, aksesin e tij. Dhe kjo ka bërë kjo baza e fortë kushtetuese, përfshirë të drejta për kërkesën e gjykatës kushtetuese që dihet historikisht që nuk arrita ta bëj gjithë, po që në fillim, vitin 2000 ngrita zërin, që ishte e drejta avokat potë të dërguar gjykatës kushtetuese, ishte kufizuar në atë kohë, edhe sipas kushtetutës. Dhe 10 vjet luftova duke e bërë kërkesën gjykatës kushtetuese, më në fund në vitin 2016 u realizua që avokatët në kategorinë e personave të cilët nuk kanë pushtet për të drejtuar gjykatës kushtetuese. Kjo është një nga armët më të forta të institucionit të avokatit popullit. Dhe kjo ka bërë që të kemi një ombudsman klasik, i qëndrueshëm, i cili është rritur dhe ka funksionuar si institucion i pavarur. Pas miratimit kushtetutës në vitin 98, ligji i avokatit të popullit u miratuar me 4 shkurtimi në unë nuk kam qenë fare pjesëmarrës në procesin as të projektit, as të diskutimeve. Isha pedagog në ato nga fakulteti juridik dhe avokat privat, por duhet falenderoj në mënyrë veçantë Këshillin e Evropës, i cili përgatiti një projekt shumë të mirë për atë kohë, organizoi diskutimet dhe në veçantë ish ombudsmanin e Slovenisë, zotin Ivan Bizjak, mbase e njihur, mbase e njohur, i cili erdhi dhe kontribuoi në mënyrë të veçantë për ta përmirësuar ligjin, projektin në Shqipëri, por takim dhe konsultë me deputetët shqiptar dhe ne patëm një ligj shumë të mirë për atë kohë. Përsëri e përmenda zotin Bizjak sepse ishte i pari në kohën që sapo u zgjodha avokati i popullit dhe u zgjodha me 3 komisionerë pas një muaji, në javën e parë të prillit të vitit 2000, ai na organizoi një javë shkëmbim për boje marrë eksperiencë në zyrën e ombudsmanit në Ljubljana. Duhet të
evidentojmë pak procesin e zgjedhjes së avokatit të parë popullit në Shqipëri, i cili duke qenë se ligji ishte miratuar në shkurt të 99-s, po për shkak të ngjarjeve të luftës së Kosovës, në vitin 99 patën mundësi parlamentarë shqiptarë ta organizonin fushatën e zgjedhjes, do të mundur që në janar të vitit 2000 u bë ofertë publike i personat të dëshironin të kishin kushtet të avokatë popullor. Kështu që në ka ardhur 15 persona, nga cilët pjesë e madhe ishin autoritetin në fushën e ligjit dhe në fushën e drejtave të njeriut, dhe veç mbrojtjes së platformës publikisht në Komisionin e Ligjit dhe Drejtave të Njeriut në atë kohë, rresia më pozitive ishte sepse këto 15 këta kandidatë nuk u seleksionuan nga një komision të paraprakë, por hyjnë të tërë votim, të udhëhesën disa raunde votimesh në datat 15 dhe 16 shkurt të vitit 2000, që përfundonte procesi i zgjedhjes së avokatit të popullit, Modesti Buzolla, unë të ishte infakt, dhe mendoj ka qenë i privilegj për mua që të drejtoj këtë institucion për 10 vjet. Ky proces i votimit nga transparent edhe nga deputetët ishte tepër transparent, sepse duke futur në proces të votimit 15 kandidatët, u la mundësia vetë deputetëve, jo seleksionuesve, që të vendosin se cilit do të zgjidhësh avokat